sa rëndësi ka paraja dhe pushteti në jetën tonë në botën moderne, ku gjithçka duket se varet nga pasuria dhe ndikimi, është më e nevojshme se kur të ndalemi dhe të pyesim, çfarë roli luajnë realisht paraja dhe pushteti në jetën tonë? A janë ato vërtet çelësat e lumturisë, respektit dhe suksesit, apo janë thjesht mjete që mund të na bëjnë robër nëse nuk i kuptojmë siç duhet paraja në jetën moderne, ndër domosdoshmëri dhe iluzion? Paraja është bërë një pjesë e pandashme e jetës sonë. Nuk mund të blejmë bukën, të paguajmë qiran, të edukojmë fëmijët, ose të udhëtojmë patë. Në këtë kuptim, paraja është domosdoshmëri. Por përtej kësaj domosdoshmërie, ajo është shndërruar në një simbol vlere personale. Një njeri i pasur shpesh perceptohet si më i aftë, më i mençur, më i respektuar. Shumë njerëz përpiqen ta matin suksesin e jetës me pasurinë materiale, me shtëpinë që kanë, makinat që ngasin, ose veshjet që veshin. E vërteta është se paraja nuk është problem. Ajo është neutral. Ajo është një mjedh. Ajo nuk ka as shpirt, as drejtim. Njeriu është ai që i jep asaj kuptim, drejtim dhe fuqi. Dhe shpesh, kur e adhurojmë paran, nuk jemi duke kërkuar pasuri, por siguri, dashuri, vlerësim, kontroll. Pushteti, fuqia për të ndikuar dhe pasojat e tij. Pushteti nuk është gjithmonë politik. Ai manifestohet në shumë forma, në marrëdhënie, në punë, në shoqëri. Është aftësia për të ndikuar, për të komanduar, për të marrë vendime që prekin të tjerët. Problemi nuk qëndron tek posedimi i pushtetit, por si e përdorim atë. Shumë e përdorim për të ngritur veten dhe për të shtypur të tjerët. Disa e përdorim për të ndihmuar, për të ndërtuar dhe për të ngritur komunitete të tëra. Pushteti e zbulon karakterin e vërtet të njeriu. Disa shndërrohen në diktator sapo marrin pak autoritet. Të tjerë e përdorin për të shpërndar dritë dhe drejtësi. Prandaj, pushteti nuk është as i mirë, as i keq, është thjesht pasqyrë e shpirtit të atij që e mban. Paraja si mjet, jo si Zot. Kur paraja kthehet në Zot, njeriu bëhet skllav. E ndjek ditë e natë, humb familjen, shëndetin, paqen për të fituar më shumë. Por kur e kupton se ajo është thjesht një instrument për të jetuar më mirë, për të ndihmuar të tjerët, për të krijuar, për të lënë trashëgimi, atëherë bëhesh Zot i saj. Njerëzit më të mençur nuk janë ata që kanë më shumë, por ata që dinë çfarë të bëjnë me atë që kanë. Ata që investojnë në dije, në përvoja, në ndihmë për të tjerët. Pushteti si sprovë karakteri. Pushteti është prova më e madhe për karakterin. Njerëzit duan pushtet për t'u ndjerë të rëndësishëm, por harrojnë se rëndësia e vërtet vjen nga kontributi, jo nga pozita. Nuk ka kuptim të jesh në majë të një piramide nëse e ke ndërtuar mbi lotët dhe mundin e të tjerëve. Pushteti i vërtet është të frymëzosh, jo të frikësosh. Të udhëheqësh, jo të sundosh. Paraja dhe lumturia, lidhja që ekziston vetëm deri në një pikë. Studimet psikologjike kanë treguar se paraja rrit lumturinë deri në një nivel, zakonisht deri kur mbulohen nevojat bazë. Pasi te i kalohet ky nivel, çdo rritje pasurie ka ndikim shumë të vogël në lumturi. Pra, një jetë e bollshme nuk do të thotë patjetër një jetë e lumtur. Lumturia është një ndjenjë e brendshme që lidhet më shumë me marrëdhëniet, qëllimin në jetë, shëndetin emocional dhe mirënjohjen, pushteti dhe vetvlerësimi. Disa njerëz ndihen të vlefshëm vetëm kur kanë kontroll. Por vetvlerësimi i vërtet nuk vjen nga fuqia mbi të tjerët, por nga fuqia mbi veten, disiplina, ndershmëria, qëndrueshmëria. Njerëzit që kanë vetvlerësim të vërtet nuk kanë nevojë të poshtërojnë të tjerët për t'u ndjerë të fuqishëm. Ata kanë qetësi brenda vetes dhe dinë të udhëheqin me maturi. Çmimi i suksesit me çdo kusht. Shumë njerëz shesin dinjitetin për një vend pune, moralin për një pagesë më të lartë, ndërgjegjen për një marrëveshje fitimpruese. Por çdo gjë që blihet me shpirtin është shumë e shtrenjtë. Dhe herët avon, fatura vjen, në formë ankthi, vetmie, sëmundjesh, apo pendimi të thellë. Kur paraja dhe pushteti bëhen të rrezikshme, kur bëhen të vetmet vlera që na udhëheqin, ato kthehen në burim korrupsioni, shkatërrimi dhe padrejtësia. Shpesh, njerëzit që ngjiten më lart duke përdorur çdo mjet, bien më shpejt se të tjerët. Paraja dhe pushteti duhen menaxhuar me urtësi. Nëse një njeri pa karakter fiton pushtet, ai bëhet rrezik për të tjerët.
Nëse një njeri pa vetëdije fiton pasuri, ai bëhet rob i vetes. Robëria moderne ndaj paras, sot, shumë njerëz punojnë gjithë jetën për të fituar para dhe harrojnë të jetojnë. Marrin kredi për gjëra që s'u duhen për të impresionuar njerëz që si pëlqejnë në një garë që nuk ka fund. Kjo është robëria moderne, kur njeriu është fizikisht i lirë, por emocionalisht i lidhur me sistemin e konsumit. Kur lumturia matet me shifra dhe jeta shndërrohet në një listë gjërash që duhen bler, modele që tregojnë ndryshimin, shikoje jetën e njerëzve që u pasuruan, por humbën gjithçka për shkak të arrogancës dhe lakmisë. Dhe pastaj shikoje jetën e atyre që ndërtuan biznese, ndihmuan komunitete, investuan në dije dhe ruajtën etikën. Pasuria nuk është vetëm ajo në bank. Është dhe pasuria e emrit, nderi, respekti që lë pas, edukimi financiar dhe emocional. Njerëzit më të fuqishëm janë ata që dinë të menaxhojnë jo vetëm paranë, por edhe emocionet. Edukimi financiar është thelbësor, por duhet të shoqërohet me ndërgjegje morale. Mëso si të fitosh, por edhe si të ruash, si të investosh, si të ndash, si të thuash mjaft, paraja si aleate, jo si armike. Nëse e sheh paranë si një aleate për të përmbushur misionin tënd në jetë, për të ndihmuar të tjerët, për të jetuar me dinjitet, për të krijuar, ajo do të shërbejë, por nëse e sheh si Zot, do të shkatërrojë. Sepse nuk do të ketë kurrë mjaft. Gjithmonë do duash më shumë dhe gjithmonë do ndihesh bosh, pushteti për të ndërtuar, jo për të sunduar. Përdor pushtetin që ke, qoftë si prind, mësues, drejtues apo qytetar, për të ndihmuar të tjerët të rriten. Të vërtetët nuk ngrenë mure, por ura. Nuk kërkojnë nënshtrim, por bashkëpunim. Të pasurit shpirtërisht, një njeri mund të jetë i varfër materialisht, por i pasur në zemër. Me një buzëqeshje të sinqert, një fjalë të mirë, një ndihmë pa interes. Ata janë më të pasurit, sepse kanë diçka që zblihet me para. Shembuj frymëzues, shumë njerëz që filluan nga zero, ndërtuan perandori, por nuk e humbën për ulësinë. Të tillë si Mandela, Gandhi, ose edhe njerëz të zakonshëm që bën gjëra të jashtëzakonshme për të tjerët. Pasuria dhe pushteti i tyre nuk matet në pasuri materiale, por në trashëgimin njerëzore që lanë. Filozofia stoike, pushteti mbi veten. Stoikët mësonin se njeriu i lirë është ai që ka kontroll mbi mendjen dhe emocionet e veta. Të tjerat, pasuria, fama, kontrolli, janë gjëra që vijnë dhe ikin. Nëse do të sundosh botën, fillo me veten. Kjo është fuqia e vërtet, një jetë me kuptim pa para dhe pushtet. Po, shumë njerëz në botë, edhe pa pasuri të mëdha apo pozita të larta, jetojnë një jetë të mbushur me dashuri, qetësi, kuptim, mision. Sepse kanë gjetur çfarë i bën të ndihen të gjallë, balanca, dinjitet, bollëk dhe liri. Qëllimi është balanca. Të fitosh para pa humbur shpirtin. Të kesh ndikim pa u bërë tiran. Të rritesh pa shtypur të tjerët. Bollku i vërtet është kur ke mjaftueshëm për të ndarë, mjaftueshëm për të dhënë, mjaftueshëm për të qenë i lirë. Kush je pa paranë dhe pushtetin, në fund të ditës, pyet vetveten, nëse gjithçka që kam më hiqet, paraja, statusi, ndikimi, kush jam unë? A kam vlera pa ato? A e kam ruajtur shpirtin tim të pastër? Sepse kur gjithçka zhduket, njeriu mbetet me veten e vet me ndërgjegjen. Me veprat, me dashurinë që ka dhënë, me fjalët që ka lënë pas. Përfundim, Zoti i paras, jo skllav i saj. Paraja dhe pushteti janë pjesë e jetës, por nuk janë jeta vetë. I përdorim për të ndërtuar, për të dhënë, për të lënë pas diçka më të mirë. Zgjedhja është gjithmonë e jona, të jetojmë për paranë apo me paranë. Të kërkojmë pushtet për të dominuar apo për të frymëzuar, dhe nëse do të jesh i pasur vërtet, mëso të vlerësosh gjërat që nuk kanë çmim, ndershmërinë, dashurinë, paqen, lirinë dhe nderin.